Një ditë më parë, redaksia jonë publikoi shqetësimin e një ish punonësi të kompanisë së dyshekëve Biote, i cili ankoi se pronari i Kreshnik Leskaj dhe personat përgjegjës të kompanisë abuzonin me punonësit duke i mbajtur pagat dhe duke i keq trajtuar. Menjëherë pas publikimit të rastit, me 10 ish punonjës të kompanisë së dyshekëve janë drejtuar redaksisë tonë për shqetësime të ngjashme. Të shumtë janë ata që thonë se kompania e Kreshnikut i ka larguar nga puna pa të drejtë, madje u ka mbajtur edhe pjesë nga rroga. Ish punëtorët tregojnë se janë në gjyq me kompaninë dhe falenderojnë qytetarin e parë që ngriti zërin për këtë shqetësim, që me sa duket është shumë i gjerë, por deri në momentin që redaksia jonë ndërhyri, ai mbahej pa zbuluar, pavarësisht se punonësit janë në dieni të gjendjes. Më janë mbajtur gati 40.000 lekë dhe sot jam në gjyq me atë kompani, shkruan një qytetar, ndërsa një tjetër shton, ato përveç se nuk japin rrogën e plot në bank, shfrytëzojnë punëtorët në mënyrën më makabre të mundshme. Dhe sikur të mos mjaftonte kjo, e prorët që drejtojnë këtë kompani të vëllëqur me në krye KL, i ofendon punonësit e tij sikur t'i kishte lecka dhe jo njerëz. Përballë të gjithë këtyre denoncimeve, është e domosdoshme ndërhyrja e institucioneve tatimore dhe ligjzbatuese për të verifikuar nëse kompania ka punonjës që marrin pagën me 2 bordero, në mënyrë që ky abuzim të ndalojë.